Unë jam Fatmir Porsha, vi nga qyteti Beratit. Fitova 350.000 ek edhe 100 sekonda në shparë. Faleminderit. Telebigos. Ja të shojmë tani, fituesi nga Berati. Më thuaj dashur. Ti po na shikon apo je në makinë? Jo, nuk shikoj prapë në makinë. Okej, atëre po ta shpjegoj unë. Sa po ka marrë karrocën e parë fituesi po brafon dhe ka shkuar tek elektroshtëpiaket. Ka bler një televizor, një fshes me korrent, diçka tjetër që i ka thënë një multi-cooker që ja ka lënë porosi e shoqja. Veç se ka bërë një gabim, për shembull, ti merr 2 përpara, se po vure televizorin aty të rëshqasin ato sipër dhe humbet sekonda. Kështu që ja. Prandaj mbushe dhe në fund kur ta mbushesh tek elektroshtëpiaket, vendosi në kuti. Sepse zotria po humbet pak kohë, meqense ti nuk po e shikon. Dhe tani ai do bukur. Ai tani do vrapoj dhe me siguri do të shkoj sepse porosia e grave e zonjave të shtëpisë janë detergjentët dhe zakonisht shkojnë tek Arieli. Ky tani po vrapon, të shohim do të shkoj ky tek detergjenti ke Arieli. Po, mori detergjent po zgjodhi një tjetër. Ndërkohë po vazhdon me detergjentët, ja ku vajti dhe tek Ariel Pods, sepse sigurisht sa më shumë të marrësh, aq dhe më shumë mundësi ke për të larë robat në mënyrën më fantastike të mundshme. Ai e ka mbushur krahun vlla dhe ka shkuar në gati 1.000 euro. Sa mirë. Prit, se s'ka mbaruar, vetëm se ka ngatruar rrugën. Ja, i gjeti, bukur, ka dhe 5 sekonda. Okej. Ai ka hapur krahun, fut e bjeri, thonë kësaj. Dhe në fund ka bërë mbi 1.100 euro.